mbithirrje zotit drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. I them zotri, largoj policë se inkriminuar. Largoj se nuk e ke mirë punën. Mos u bën pjesë e krimit. Ti je djalëri, ti je lap që ke aftësi të shkëlqyera drejtuese, por nuk je vegël Edi Ramës, as e Sali Berishës që të mbrosh kriminalët e tyre, të mbrosh hajdutët dhe vrasësit e tyre, e komanduar nga ata. Dili zot detyrës tënde që ke, dili zot vendit, ke një detyrë sa të shenjtë aq edhe fisnike, sepse je në mbrojtje të jetës dhe të lirisë e njerëzve këtu në Shqipëri, dhe largo policë e korruptuar. Kaq them unë. Sot, si ndryshe nga herët e tjera, avokat konstatova një zhgënjim të madh tuajin për Spakun. Ky ishte lajmi i madh. Domethënë që Më dëgjoj një minutë. Sot është ditë e shtunë, zotëri. Spaku të ishte që të shtunën e kaluar që duke filluar nga e hëna filluar arrestimet. Dhe Spaku këto gjëra nuk i bëri. Përse erdhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, delegacioni përse erdhi? Erdhi për mua, por edhe për ty? Jo, zotëri, për Spakun ka ardhur. Pra, nuk është zgënjim im, është zgënjim në radhë parë amerikanëve atyre që i paguajnë sa për mu punën, i paguajnë atë Dumanin. Sa për mu punën e paguajnë që të bëjë detyrën. Kurse ai fshihet si struci, mbulon kokën e zbulon bëfën. Jo, zotëri, jo. Nuk kemi zgjënjur unë, na ka tradhtuar dhe na ka lënë në balë ai që nuk zbaton detyrën, Altin Dumani, me atë krajën, ish oficerin e sigurimit shtetit, se ata janë atje, dhe ata bëjnë lojën e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Se të dini një gjë, asnjë nga ata nuk ka dalë jashtë shkollës së këtyre dhe jashtë urdhrit dhe përkatësisë partijake, PD, edhe rilindje më thash. Janë bashkë. Ore janë bashkë, po Shqipërinë e ka pllakosur një oktapod shumë i fuqishëm, që vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta çrrinjosin, do t'ia presin tek tentakulat. Dhe unë për këtë kam besim absolut. Duke uruar që kjo të ndodh, unë të falenderoj shumë avokat për bisedën. Edhe unë të falenderoj ty për kërkesën për të intervistuar, për të më intervistuar, duke përshëndetur njëkohësisht edhe të gjithë teleshikuesit tuaj. Sepse klikimet e tyre dhe shikimet e tyre dhe vlerësimet e tyre neve na inkurajojnë që të vazhdojmë të flasim edhe të punojmë dhe të përpiqemi në interes të kombit, jo të pushtetit, të shtetit. Dhe zati Islami ka qenë, është dhe do mbetet gjithë jetën për të ndërtuar shtetin, jo pushtetin. Për mua është pushtet burë këtë duash, mjafton zbatojnë ligjet e shtetit. Po këtu është shkelur dhe është bërë një shtet si në kohën e Enverozës. Asnjë gjë s'ka ndryshuar, asnjë gërm. E vërteta të bën të lirë. Edhe ju e keni këtë avokat, unë të falenderoj shumë.